Avokat, ditën e sotme u publikua dosja e Belinda Ballukut dhe përgjimet ose më saktë mesazhet që shkëmbente ajo me ish kreun ARSH-s Evis Berberi. Çfarë u bëri përshtypje? Ka qenë jashtëzakonisht e dëmshme dhe e rrezikshme për ekonominë dhe për postet që ajo ka. Se të jeti i korruptuar dhe i degeneruar një zyrtar i lartë shteti, se ajo është numri 2 i qeverisë, duam apo s'duam neve, kjo ka pasoja shumë të rënda te qytetarët shqiptarë dhe tek ekonomia e vendit. Dhe fakti ne nuk e kemi në dorë faktin, faktet i ka në dorë prokuroria, po e theksoj gjithmonë këtë, por me që dëgjojmë nga mediat, mungojnë 50 milion euro, nuk janë 50.000 euro, janë 50 milion zotri. 50 milion nuk janë një fjalë goje, se sa euro duan pensionistët shqiptarë, 400 sa mijë pensionistë që janë në Shqipëri, sa euro duan të jetojnë si njerëz në vit. Mirë, por ne shikojmë që po na qeveris një ekip gangsterësh dhe hajdutësh, me në krye kapobandën Edi Rama, Karagjozin e Karagjozve të gjithë globit, njeriun më pa personalitet, njeriun më të degeneruar, me të tëra zezat që mund të ketë një figurë njerëzore, sa e vetëm njeri nuk është, kanë ardhur në pushtet dhe po na shkelin, po na shtrydhin, po na vjedhin, po na në përkëmbin, po na i bëjnë të tëra zezat. Dhe ky popull është në gjumë. Kjo është fatkeqësia që shikojnë tek neve. Dhe këtu është pika e dobët që mua më dhëm shumë shpirti, që shqiptarët e durojnë të keqen siç e duron një krim që e shkelti me këmbë. Kështu e durojnë të keqen shqiptarët. Kur nuk reagojnë. Asnjëherë s'kan reaguar. Ka tek tuk raste sporadike që edhe janë ngritur dhe kanë reaguar dhe kanë protestuar, sidomos Dukati Vlorës, të cilit unë heq kapelen gjithë atyre fshatrave atje, atyre banorëve të Ragjasit dhe Radhimës dhe Dukatit dhe Orikumit që janë bërë bashkë dhe nuk guxon më Edi Rama të dërgoj falangat e policëve atje. Se ju të dashur shqiptar duhet keni dhe një gjë parasysh. Ne vërtet e duam policinë, dhe vërtet na dhemshët polici, por nuk është ajo polici që kemi kërkuar ne dhe që duhet të ketë shteti dhe kombi jon, populli jon. Por në polici janë futur vetë patronazistë dhe njerëz të bindur, të betuar për Edi Ramën dhe jo njerëz të ndershëm dhe korrektse, po të ishte kështu. Policët në një moment të saktuar do linin kapela dhe do iknin. Do bashkoheshin me popullin kundër kësaj të keqe e kaq të madhe që e ka zënë vendin. Kjo nuk ndodh dhe prandaj kemi edhe shqetësimit kemi shumë të mëdha. Avokat, në media po flitet që tek varësit e saj Belinda Balluku i thoshte kryeministrit palloshi gjallë. Këtë dëgjuam neve, po sa të tjera i ka thënë që ne si dim dhe që i kanë midis tyre. Pse i thot ashtu ajo, thoni ju? Do t'ua them unë. Ajo do përdor atë një fjalë të rëndomt që thot populli, ja ka pirë lëngun. Ajo e ka korruptuar atë, s'ka ngarë në vis ai. Ai i detyrohet asaj sepse ajo i ka mbushur arkën me miliona e me miliarda euro. Ajo hajdute, ajo. Këto thot media. Këto thot dhe fakti që Spaku e mori të pandehur. Ajo që nuk e pranojmë dot neve është që këtu ka dy masa e dy qëndrime në drejtësi. Pse themi dy masa e dy qëndrime? Ai që arrestohet se s'ka paguar dritat varr veten në burg. Kjo është drejtësia shqiptare. Ndërsa kjo që vjedh miliarda, kjo është e nderuar, është zëndës kryeministre, ka pardisjet nëpër Tiranë, i ndron makinat sa herë që do qejfi, e ndrojnë lukun, i arredojnë, më përdor këtë fjalën italiane, i rekonstruktojnë, i gjenerojnë pajisjet e zyrave dhe lukset në përzyra që jetojnë në një luks të çmendur. Dhe kjo është karakteristik e sundimtarëve të një populli të varfër. Këta duan me çdo kusht të na shkelin me këmbë. Sot më merr në telefon një zotëri nga Vlora, nga Vlora ishte, punonte në Angli, erdha tha para ca vjetësh, punova tha dhe desha të bëja një fermë dhe një kompleks me të tëra pajisje tha që të prodhoja dhe të jetoja në Shqipëri tha përfundimisht,
më bën tha që i ka natën, jo ditën, nëpërmjet taksave, tatimeve, falangave të banditëve të Edi Ramës dhe unë i ka tha. Pra, këtë detyrë ka Edi Rama të shkatërroj plotësisht shtetin dhe popullin shqiptar. Ta shkatërroj, ta varfëroj në atë mas që të nështrojë dhe të mos ketë nga të lëviz. Neda Balluku, atë kunat e Belindës, jo më larg se dje, ajo njoftoi që do të divorcohet. Nga i shoqi. Po. Kryesisht normal. Ajo duket koincidencë kjo që në të njëjtën kohë. Jo, shikon që po u ikin, duhet tani të shpëtojnë nga çfarë kanë përfituar nga Belinda, të shpëtojnë dhe të mos merret njeri me ta. Nëse vllai Belindës ka përfituar nga pozita e Belindës dhe nga parat që komandon dhe që menaxhon Belinda, patjetër që ai ka përgjegjësi. Patjetër që ka përgjegjësi. Dhe si till duhet të kthej parat që ka marrë. Dhe kjo tani, se kjo, si e kishte kjo? Emrin Neda Balluku. Neda e shikon tani që si duhet më burri, se këto janë martesa mi bazën e parave, nuk janë martesa me dashuri dhe me krijim të një familje të shëndosh. Këto janë familje mere, këto janë familje rogjo-ponjo, thot populli shqiptar. Dhe ashtu po tregojnë, po dalin, ashtu po vërtetojnë se janë. Pse u kujtua tani kjo Neda, ta ndaj burrin, edhe se ndau vjet pas i vjet. Tani u bëj lika i burrit saj, tani s'bën më ai. Jo më jo. Jo, duan të dajnë pasuri, tani pjesojnë pasurinë, mos u kërkoj llogari, sepse e di që nesër pas nesër do japin llogari për ato që kanë, se do të thonë ku i gjetën. Se do t'i tregojnë ku i kanë gjetur paratë. Pasuritë e patundshme të paktën do t'i tregojnë, nuk do të tregojnë paratë që kanë dollarët e këto, lekët edhe eurot, por se ato i kanë fshehur vrimave dhe tuneleve dhe tubave të sobës të xhaqeve, por ndërtesë se s'kan ku ta fshehin. Dhe vilat që kanë ngritur, vilave do të shkojë kontrolli i shtetit, se do bëhet shteti, nuk do rri kështu siç është. Dhe do të thuhet, ta gëzoni këtë vilën zotëri, këtë hotelin, këtë resortin, po në thuajnë që ku i gjeti lekët. Dhe aty do dalin pronarët e vërtet. Se ai që kanë atje se imen ish shoferi, kunati, baxhanaku, vjerra, x, y, gjyshjat 90 vjeçe, miliardere, ata do thonë jo vlla s'është jona, është ati shkon u merrur me ata. Dhe këta këtë gjë e din. Dhe këtë gjë unë kam kërkuar që në vitin 2015 dhe kam thënë kështu në një intervistë tek Bejdomalo tek Shek Televizion. Nëse doni të luftoni korrupsionin, nuk kam thënë, bëni regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe aty dalin pas qartësisht se kush janë pronarët e vërtet hajdutët. Se lëviz dot hotelin ai na vendi, po ama do thot ku i gjeti paratë që ndërtoi. Plus që këtu ka mira ta shqyrtur biznesmen të huaj që kanë ndërtuar dhe kanë pallate, hotele, resorte, vila, por i kanë vënë emër të këtyre sejmenve shqiptar. Shumë shpejt këta do përfundojnë. Ka një fenomen tjetër të cilin unë do ta them. Shikoj në media, në këto portalet, dhe kryesisht janë ca video të shkurtra, me kërcim me valle, me spanjolle kryesisht dhe ku di unë. Në të gjitha rastet, ju them qytetarëve shqiptarë, shikojni, ka një djalë të zi me një vajzë të bardhë. Këtë rekomandojnë, këtë reklamojnë, këtë publikojnë. Pse e bëjnë këtë? Nuk vinë kot ajo reklam. Dhe nuk dalin kot ata, se nuk humbi dynjaja që një vajzë e bardhë të ketë partner, një djalë të bardhë. E bëjnë për të na thënë që ne botën do ta bëjmë siç duam neve, do t'i kryqëzojmë. Ka mbaruar ajo punë. Pra luftohet raca e bardhë. Luftohen të bardhët në botë. Kjo që ndodh në Shqipëri, ka ndodhur me kohë në vende të tjera, që po bën konglomerat racash dhe popujsh, po ne se pranojmë dot këtë. Nuk kam gjë me të zinjt të rrojnë të jenë atje ku janë, të martohen e të shumohen me racën e tyre dhe me popullin e tyre, por nuk janë për atë që të përzihen racat. Nuk janë për ndryshimin e racave, se Zoti i ka bërë të veçanta, këta pse duhet të bëjnë bashkë. Pra bëjnë punën e shejtanit, jo të Zotit.
Ka ta mendoni që Edi Rama do ta lëshoj Ballukun në momentin që mori vesh që si e quante ajo mes varësve të vet. Ai se mori vesh tani. Pse e dinte thotë? As më fare që dinte, mos mendoni se i mori vesh tani. Ai e di. Kështu si po e thonë ju i bi që Balluku të jetë më e fortë se Rama. Po s'është punë e fortë, e ka kapur, e ka kapur keq, ajo e ka korruptuar. Ai e di që po ti kundërvjet asaj, ajo do t'i nxjerr Nami, do t'i nxjerr Bojën, do ta denoncojë çka bërë, nuk kanë bërë bashkë. Se ata i kanë bërë të tëra bashkë. Kur them të tëra, të nderuar qytetarë shqiptar, kanë bërë të tëra, s'kanë lënë asnjë gjë mangut. Se ajo është i të tërave. Ai është njëri pa moral. Ajo po kuptohet se nga erdhje si u katapultua, si u bë kaq e mençur, u bë kaq e zonja Belinda, more, u bë Belinda të jetë numri 2 në shtet, ça bëhet kështu më shqiptar. Po ça bëhet më kaq, po ju ore që ju që i votoni këta sejmenët tuaj të Partisë Socialiste, po nuk u vjen turpë, kaq poshtë keni rënë ju? Kaq poshtë keni rënë të tallet Belinda e Belindrat e ato konkubinat e tjera të Edi Ramës? Më vje keq. Të shkretët ju dhe të shkretët pasardhësit tuaj. Ku po jetoni, çfarë do t'u lini mbrapa dhe çfarë po u edukoni këtyre pasardhësve, ju shqiptarët e mi. Avokata, do ketë përgjime të tjera që mund të dalin të zyrtarëve të tjerë? Përgjimet janë pafund. Po varet sa do nxjerrin e si do i nxjerrin, kur do i nxjerrin. Se përgjimet thua ti dhe prova e fakte dhe regjistrime ka me mijëra orë të rishtë të dëgjosh. Mirë po, është ai ngërci i madh që ka pushtetin ai dhe është fatkeqësi e madhe të kesh pushtet, që ka të mërshme. Sinqerisht që ka të mërshme, se këta që kanë pushtet marrin rreth vetes së tyre sejmen dhe servil dhe njerëz të urit litarit pa fytyrë dhe nëpërmjet atyre ushtrojnë presion, ushtrojnë pushtet, se hiqi policët e Edi Ramës ta shifri sa trim është. Hiqi policët. Hiqi gardin që ka rreth rrotull, shefe. Është një hiç. Avokata, po ndosi që ndodhi Maqedoninë e Veriut ku u publikuan përgjime dhe më pas u arrit që të shpallej në kërkim Gruevski, pra të rrëzoi Gruevski dhe më pas të shpallej në kërkim dhe tentoi të arrestohen. Maqedonësit kanë kulturë perëndimore se kanë jetuar në shtetin serb. Dhe ata patjetër që do ta heqin kundërshtarin e tyre siç e hoqën, dhe siç e shpallën në kërkim, nuk e di ku ka shkuar, s'di ku ka përfunduar Gruevski tani, por i treguan vendin. Ose kryeministri Sanaderi, si e kishte ky kroati, kjo fund në burg. Ose merr presidentin e Francës, atë Sarkozyn, atë Hajdutin, atë Glegenin, po përdor kështu. Jo, atje ku ka popull, thua ti, por në Shqipëri s'ka popull, këtu është e keqja. Në Shqipëri ka turma televizin, që vegjetojnë, që hanë edhe, më falë për shprehen, do shkojnë në tualet, këtë di shqiptarët, edhe të flëgjum. Flini se ashtu si flini ju, flë dhe fati i fëmijëve tanë. Avokat, thuhet që po arrit një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste ku pritet një takim mes Ramës dhe Berishës për të ndryshuar kushtetutën dhe të krijohet një senat, të zvoglohet parlamenti me 100 deputet. A po tentohet kjo që të shkojë drejt shkrirjes së SPAK-ut më vonë, pra është kjo arsyeja që pse duan të ndryshojnë kushtetutën? Shiko. Ata këtë nuk e kanë nga vetja. Ata e shikojnë që ajo Shpresa Demokrate e ka bërë qeverim, i ka zgjedhur dhe senatorët, këta sekretarët që duhet të ketë, qeverisin, i ka krijuar edhe 3 shërbimet kryesore, dhe tani kërkojnë me çdo kusht që të marrin stafetën ata. Nuk do ta bëjnë dot këtë gjë, sepse kjo qeveri që është krijuar në Shqipëri, e Shpresës Demokrate, kjo do marrë pushtetin, duam apo s'duan ata. Edhe do ta bëjnë ata. Tani ata kërkojnë që të marrë këtë që po pretendon dhe reklamon dhe propagandon Partia Shpresa Demokrate, ta bëjnë ata. Ata thonë, duan të shkojnë atje ku i orientoi Ramizalia në 90-ën, që do ta shajmë komunizmin nga themeli deri në çati, por pushtetin do ta bëjmë ne dhe pronën do t'i gëzojmë ne. Pikërisht këtë duan të bëjnë. Mendoj që nuk do të shkojë kjo punë, sepse Amerika është në këmbë.
Avokata besoni që do ketë arrestime të tjera nga SPAK-u, pasi kujtojmë këtu që një zyrtar i lartë erdhi në Shqipëri, pati takime në SPAK në Partinë Demokratike dhe nuk u bë aq e madhe si takim. Çfarë ka sjell nga Amerika? Këtë quani nuk u bë aq e madhe, do ta filloj nga fundi. Nuk kishte shumë media që raportuan. Mediat i kanë dorë ai. Dëgjoj, zoti gazetar. Ju jeni përdit në mes lajmeve dhe ngjarjeve dhe shikoni shumë mirë, shumë mirë pulsin e popullit. Ju mos prisni nga mediat shqiptare të komanduara dhe të urdhëruara dhe të drejtuara direkt nga një person, pse thash që Edi Rama është i rrezikshëm, se ka marrë gjithçka në dorë. Ka ai, është ai më nuk marrin frym mediat pa lejen e atij. Edhe aq ai s'ka nga e mban se do që të shitet pak si kur ka liri në Shqipëri, në një kohë që Shqipëri është rivendosur diktatura komuniste me të tërë elementet e saj. Vetëm që këta nuk bëjnë më gjyqe tani siç i bënin dikur me këpucarët dhe samargjit e Kovaçit e Korçës, që i kthyen i bën edhe me çoban të Vlorës, i kthyen i bën gjyqtar që azhësuan dhe zhdukën ajkën e inteligjencës shqiptare. Jo, këta të bëjnë tani të marrin tokën me VKM-ra, të marrin tokën me justifikime banditësh, do jepet thot për nevoja strategjike, se ku janë këto nevoja strategjike dhe se rezultat kanë, ne nuk shohim gjë. Megjithatë, unë pres të bëhen arrestimet, se kam humbur shpresën, as besimin jo. Thjesht nuk kam durim, derisa t'i shoh pas hekurave këta gangster, këta hajdut, këta kriminelë, se këta i kanë të razezat. Se hajduti zotërisht dhe vrasës. Qëse të vjen një hajdut në shtëpi tyja, ka dy rrugë, o do ta vrasësh o do ta arrestosh. Tani ai vjen për luftë. Pra, në këtë gjendje jemi. Këta e duan ta përgatisin terrenin për luftë. Dhe këtë nuk do ta bëni dot, zotëri hajdut. O njerëz të pa fytyrë të parlamentit shqiptar. O ju numra 0, ju numëror topi, që se keni ide se ku jeni. O ju deputet të listave të dy grupeve kriminale PDPS, se s'ka dy parti, s'ka opozit, një parti ishtë, Partia e Punës, Partia Komuniste e Shqipërisë, këta janë. Dhe hedhin hi syve njërë, ju i gënjeni të tërë qytetarë shqiptarë që nuk kanë nivelin dhe përgatitjen e dur dhe informacionin e dur që t'u njohën, po neve s'na gënjeni dot. Mos nuk gënjeni dot, ju hajdut, ju. Ti Edi Rama, ti mor ti. Avokati Edi Rama duhet ishte ditën e djeshme në Bruksel në kuadër të samitit të zgjerimit, por në fakt ai u lidh online se tha nuk punonte avioni. A e besoni këtë që ishte kish avioni? Po, kishte harruar si duket avioni të furnizoj me kerozin, prandaj. Çan këto. Nuk del dot më, i shërnguar laku, sa s'ka ku të shkoj më, thash, ai tani është në luftë të brendshme me grupin e tij kriminal që ka rreth vetes. Ata tani kërkojnë llogari, sepse të dish një gjë zotëri, ta dini një gjë zotëri shqiptar. Ati kur ai të bjerë nga pushtetit, ai do marrë me vete të gjithë ata që ka rreth e rrotull. Dhe ata këtë gjë e din. Ata që deri tani i buzëqeshin dhe i zgërdhihen sepse kanë marrë miliona dhe përfitojnë miliona, janë po ata që do t'i kërkojnë llogari dhe do t'a braktisin. Kjo është e sigurt. Kjo është si 1 dhe 1 bëjnë 2. Avokat, çfarë mendoni për opozitën shqiptare në krye Sali Berishën, i cili tashmë ka deklaruar që së shpejti do të filloj protestat. A mendoni që mund të argëzoj Edi Ramën Berisha? Me të vërtet e besoni më atë mashtrues gënjeshtari ju? Si vjen turp atje ai gënjen ditët për diell, se ka problem. E di që gënjeshtrat e tij dhe dokrat që thot ai kanë budalli që e besojnë dhe vjen akoma nga mrapa. Po jo se pyet më njëri. S'ka Ngordho Sali Berisha, ka mbaruar. Ai s'do ta kuptoj këtë, e ka shumë të vështirë sepse ka qenë gjithë jetën në majt piramidës. Ka 30 vjet, 35 vjet që është në majt piramidës, edhe kur ka qenë në ta shtuquajtur në opozit. Dhe ai tani e shikon nga afër shumë që tani po e ndjen që po shkon drejt burgut dhe vazhdon të gënjej, të mashtroj, të mbaj me shpresa grupin që ka rreth vetes.
Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderit juve për interesimin dhe për mbështetjen që na jepni për t'i thënë qytetarëve shqiptar 5 gjëra që ata nuk i thonë dot, se më ndodh një fenomen, mund ta zgjaroj çik. Takoj rrugës tashmë me qindra dhe mijëra njerëz dhe më thonë, avokat, të falemderit që shpreh ato që ne nuk na jepet mundësia t'i shprehim. Dhe unë deri tani e kam bërë më së miri këtë detyrë dhe do vazhdoj ta bëj dhe unë falenderoj juve për këtë punë. Faleminderit shumë.